Namazi është qelësi i gjenetit. Pa namaz gjenet nuk ka. E pja ka dush. Bon mirë që ka dush. S'ki namaz, as që ki me eren me janë i bile. Feja si feja nuk mohet. Me një Ramazan, me një Bajram, me një Gjumoha. Me një nujo, mu falë jo, që kjo dynjosët që jemi na. Kjo është kohë e shkurt. Ndeshër në 50 vjetë, ndesh 100, ndesh 500.000 vjetër, pa djekqare se ki. E me hup ato që s'ka të sosën kur, për që të kohë të shkurt, vallahi, billahi, tallahi, do me madhë është po, Allah halim. Apo mundini me ninu? Vallahi, edhe mirë, elhamdulillah për Zotit. Që sa vite ninoni? Po unë ninoj që 80 vjetë. Që 80 vjetë. Sa po e keni të fështirë tash në pleqëri? Una? Sa po e keni... Sa po e keni të fështirë me ninu në pleqëri? Shtirë se kom asë një figje, se unë i kom ninu edhe tonë të ete që 2 mujtit para Ramazanit. 2 mujtit para Ramazanit. A e keni edhe familje kështu besimtar, fetar që vazhdojnë agjerimin pas juve? Vallahi, agjerimin po namaz pak bia. Se po mendon që u paku tash namazi prej të rejve? Vallahi kanë rok tjetër e rrugë, Allah i udhëzov të i drejtov, se ty bën kanë ka jamojnë. Çfarë rrugë po mendon që janë? Po kanë morë rrugën e prapt. Si për shembull? Si për shembull, me ninu jo, mu falë jo, punë mira me punu jo. Apo punojnë pak a shumë këta të rritë? Qërë bjerë, feja si feja nuk mohet, me një Ramazan, me një Bajram, me një Gjumoha. Me hongër, apo do të, për ditë me hongër ka 3 hera 4 në ditët. E 24 orë janë. Gjumi si gjumë farz është, puna farz është, namazi farz është, ibadeti farz është. E na i kena qitë në unësh ibadetin e ziretin e ato, i kena rokë vesh punë dhe gjumë, na qisin ndritë që ato, mirë i kena punë, po vallahi belje s'na kanë qitë. Se qërë, që kjo dynjosët që jemi na, kjo është kohë e shkurt. Ndeshër në 50 vjetë, ndesh 100, ndesh 500.000 vjetër, pa djekqare se ki. E me hup ato që s'ka të sosën kur, për që të kohë të shkurt, vallahi, billahi, tallahi, do me madhë është po, Allah halim. Qa po mendon që na lojna të mirë në këtë botë, në këtë jetë? Qa mendon cila është ma e mira që na mundemi me e bo? S'murra vesh. Qa po mendon? Qka mujna me bo na mirë një jetë që me na mbetë që ajo për sa tjetojmë? Qyre, si cila fe e ka të vetën, po na e kena. Ramazanin, namazi është qelësi i gjenetit. Pa namaz, gjallartë po thojnë se unë nësë po thomë, gjenet nuk ka. E pja ka dush. Bon mirë që ka dush. S'ki namaz, gjenet as që ki me eren me janë i bile. Se po në Allah, unë e tjetër s'po di. Faleminderit shumë aq. Zoti ka... A më tregon, si e keni kalur i një bashkë si ju poshtë, se ku keni qeftë shumë i bukur edhe perfekt nga njëri tjetri. Unë shumë mirë kom kalu, dhe më thonë atë kohën saj përket asaj periudhës, kur kom qenë unë eri, unë jam shkollur në Mitrovicë. Të kom kryu shkollën teknike, shkollën e naltë. Që takove? Shoqena? Po. Shoqena jemi të Vushtrisë. Të ditë. To është afer. Unë jam shkollur këtu në Mitrovicë, shkollën e mesme elektroteknikën e kom kryu, edhe shkollën e naltë, drejtimin e njëjtë. Mandej kom pas një rini shumë të vëshme. Isha artisti e estradës, bateristi i grupit Besnikët, me Sinan Saliun me këta, me orkestrën popullore të radios, me këngëtar shumë të njohur në kam bërë muzikë. Me Sinan Saliun, Ramadan Krasniqin, Rizabit Hyqin, të ndjerë. Se ki pas raportet mas mirë për kritikët? Me Sinan Saliun, mas mirë, se mas gjati kom bërë muzikë me të. Me grupin Besnikët. Kështu që kom pas një rini të bujshme edhe... A më ndërgan që shosh me punu me grupin Besnikët se janë shumë të mirë? Prej grupit,
kisha vishu dhe me thonë si kangën e parë, me thonë. Byrek, jella më i mihane, këto dy vjetë kanë qenë materialin që i kanë peshu në Byrek, ka qenë si një kangë parodi, edhe kështu që kemi incizuar kasetën, kemi incizuar dhe shumë A ka pas kaseta rasti tjera. gjatë punës, je kon shumë i angazhu me punë dhe s'ki pas komi a kushtu bashkëshortës edhe nashta ka hi pa konflikti ose t'ka thonë diçka? Jo, unë e kam ndryshe, ju kom edhe juve kolegë, se unë e kam qenë punëtor prej vitit 1980, kam punuar në Radio Televizionin e Prishtinës, TVP. A si ka qenë kjo ku? Sa të mungon ajo ku? Mungon shumë, se shumë... A kështë ndryshu diçka nëse e kështë këthy atë ku? Pre atëherë tash, kisha mujtë me ndryshu, që më tonë, përsëri me fillu me marrë me muzikë. Me muzikë, dhe më thonë po e dojshë shumë muzikë. Po, Cili si shkun patjetër. mesazhet për muzikantë të ri? Për muzikanta, vetëm muzikën talava me ju, me shmangë, edhin, pse është fakt që nuk është e jona, krijon atmosferë, mirë po, më mirë është muzikën burimare, me kultivu, përsëri, se kur gjë s'mungon, as këngëtarëve të njohur Këngëtarë të ri që janë dalë tasha, qysh i ku i vlerëson ti? shumë mirë, ka talenta në mesin e tynve, ka talenta, edhe do me thonë që kultivojnë grup në këngën e vjetër, edhe kështu që Gjithçka okej. gjithçka okej, edhe më mërmena që edhe këta kanë me jep shumë pozitivitet me i sjell muzikës tonë. Ne ju falenderojmë shumë juve dhe që Faleminderit datë qofshi. neve, faleminderit shumë për Faleminderit, që gjithë shnetë mirat. Albin Kurtin. Për Albinin duhet me folë me të vërtet, mu pëlqen. Albini është njeri mirë, Albini është i shkollum, Albini pëllëkes mirë, qeverinë e Kosovës. I di që më shojnë dikush po. A mendon që ka me i fitu zgjedhjet apo? Zgjedhjet po, me siguri ka me fitu. Po thojna 50-60 që aty ka me shku të konë. Çka të ka pëlqyer Albin Kurtin këtu 4 vjet mandat që ka bërë? Qënë në Mitrovica do të më mburë me Albinin se vërtet e ka bu një punë shumë të mirë, suksesshme. Na ka shliru pjesën në veriore, që kujtojnë tash atë pjesën atje. Po dalim lirsh, pa A mendon që probleme, nëse si shkon, pa siguria është nivel, edhe mos të kishen Albini kur që ashtu si shbo. mendon që nëse si shkon Albin Kurti dikush tjetër se kish bë? Wallahi s'besaj. Pse? Se ato interesat, me ditë, interesat ndërkombëtarëve kanë qenë shumë lejushëm, do me thonë me ndërkombëtarët, ky ka do punë kryen veti ashtu. I kryen veti, po faktikisht e ka kushtetutën, ka përcjell ligjin, edhe nëse don shtet, janë çdo kushte. Nëse s'don shtet, E pse Jo. po mendon që rinia pëlqen vendin tonë? rinia pëlqen vendin tonë. Ka shumë shkaqe. Disa të polakë që ka ma mirë bëgjev. Jo, valla, gabime kanë shumë. Mendon që ata që kanë me dalë kanë me u kthy prapë? Me sigurisë unë kemi tash gjithë, farefisin e kemi jashtë, po mendoj. Unë kam vetë djallin atje, ajo është, gjithë qyshtet këmë u këthy. Veç për presët momentin do kushte pak më të mira, ndoshta punësimi është, normal që është punësimi i mangët është, s'po ka punësim sa duhet, edhe do kushte më të mira ndoshta përmisohen. Mas zgjedhjeve të reja besoj që kom ja kushtu Albini ma shumë trive dhe Pse po mendon që çdo 4 vite s'ka mujt me kushtu? pas ka mujtë se e ka marrë 5-0 se ka marrë, vërtet ka pas probleme, mandena, kështu që besoj që ka me këto 4 vjetë arshme, kanë me qenë ma të mira. Nëse si fiton Albin Kurti, kush mendon që ka me i fitu pas ti? Po mos është në vren politikë se e unë ashtu kështu ka pak, po se taj partia ja më kritikon, kur të një kështu që flasë për Albinin. E me cilën parti? Unë jam me PDK-n. Me PDK-n je? Po. E pse nuk po ki qef me fitu Bedri Hamza, po fitu Albin Kurti? Po jo, Bedriu unë kam edhe shok e kam. Unë kam qef me fitue Bedriu, po s'ma mërmena që mundet me fitue. Po kur ti nuk ja jep shokit Jo, tënë në votin ja dhonë, gjithë qysh ja dhonë votin e Bedris. Po ki Se qef me Bedrin e fitu kam shok. Unë bos disa rrethona për shoh që vërtet vështire ka
marrë dikush pas Albinit. E sa je ikoni i kënaqur me kryetarin e Mitrovicës Bedri Honxha? Po me Bedrin jam shumë i kënaqur se ka punu të punë, është të punu mirë, po dhe heq mirë, edhe s'kena vrejten Bedrin. Bedria është edhe jaftë, edhe është si njeri mirë, kështu që s'ka vrejte. Se unë jo me ta jam, bashkë kena lobu e bashkë, pa e shkaj ma nalë se unë s'mujtë me mrita. Faleminderit shumë. Edhe ju kaloni mirë.